Që kur është hapë rozafa, kjo pjatë ka majtë të njëjtën shije. Sot po gatujmë tris me fruta deti. Hedhim vajin dhe speca dhe i skuqim. Gradualisht sa të marrin ngjyrën, ka klient që kanë ardhur, që kur kanë qenë student dhe akoma vinë me familjen dhe i ka pëlqyer njëjta shije. Masi e skuqim specin, hedhim gradualisht kallamarin. Shtojmë oktopodin. Shtojmë karkalecat. Të gjitha bashk i skuqim. Tashti është edhe sezoni i kallamarit dhe i karkalecit dhe janë të gjithë prodhimet tona dhe janë të freskëta. Pomodorinit, hudhrën, kaprin dhe ullirin, salsën, koper. Kjo që është më e rëndësishmja është dhe ne salsën e përgatisim vetë në rozaf, që të jenë gjërat sa më të freskëta dhe më të shijshme. Djathtë të bardhë. Unë asnjëherë nuk kursehem, dua që njerëzit të kënaqen dhe mundohem që të gatuaj si për familjen time. Së fundmi i hedhim pak grana. Mos kujtoni se kjo pjatë është vetëm për video, se kështu e kemi gjithmonë, nga Fish City Labinot Fush. Ju baft mirë.